Fenomeni shkodran Luiz Eli ka shpërndar pak minuta më parë një video mjaft argëtuese në profilin e tij në rrjetet sociale, ku shfaqet duke luajtur bilardo me një përqendrim të jashtëzakonshëm. I veshur me stil, me pamjen e tij karakteristike dhe një vetbesim që nuk i mungon kurrë, Luizi duket se po e shijon këtë mbrëmje në mënyrën më të qetë dhe të relaksuar, duke e kombinuar argëtimin me një notë humori të lezetshëm. Ai e ka shoqëruar videon me një mbishkrim që thotë: "Nuk pas ka ikur syri akoma", duke nënkuptuar se ndonë se është i angazhuar në projekte të shumta. Forma e tij e vëmendjes dhe saktësisë nuk ka ndryshuar as pak. Në video, ai shihet duke i qelluar me saktësi topat një nga një, duke mos lënë asnjë vend për dyshim se është edhe një lojtar i zoti i bilardos, përveç se një artist i talentuar. Komentet nga ndjekësit nuk kanë munguar, të cilët e kanë mbushur videon me emoji të qeshurash, duar trokitjesh dhe komente të tipit: "Edhe në bilardos të ndal njeri", apo "Syri nuk ikën kur e ke me pasion". Kjo video është pritur me shumë pozitivitet nga fansat e tij, të cilët ndjekin çdo lëvizje të Luizit me kuriozitet dhe dashuri. Luizi vazhdon të jetë një nga figurat më të dashura dhe më të ndjekura në Shqipëri, jo vetëm për talentin e tij muzikor dhe për karrierën që ka ndërtuar me shumë punë ndër vite, por edhe për sensin e tij të humorit, mënyrën natyrale të komunikimit me publikun dhe për thjeshtësinë që e karakterizon në çdo paraqitje publike. Edhe në një moment të zakonshëm, si një lojë bilardoje, ai arrin të marrë vëmendjen maksimale dhe të sjellë buzëqeshje të ndjekësit e tij. Kjo video është një tjetër dëshmi e karizmës së tij dhe e lidhjes së veçantë që ka krijuar me publikun shqiptar.